Dje në Tetovo u protestua kundër ndryshimit të emrave të rrugëve dhe sheshit të qytetit, nga ana e vendimit të gjykatës kushtetuese e cila shfuqizoi vendimin e vitit 2007. Protesta organizua nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa u mbështet nga parti tjera opozitare, Alanca për Shqiptarët e Arben të Ravarit dhe Lidhja Shqiptare Zjadin Selës. Protesta filloi nga sheshi i qytetit, pastaj u zhvendos para komunës së Tetovës. Protestuesit në sheshin e Tetovës mbanin pankarta me mbishkrimet: "Nuk ka paqe me nënçmim", "Ivoja nuk është dëshmor i kombit", "Në sheshin Iliria nuk ka vend për Titon", "Nga Tetova nis rezistenca" dhe të tjera. Para qytetarëve foli Bajram Rexhepi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ku tha se kërkojnë që të ripërsëritet vendimi i Këshillit të Tetovës dhe se nuk ka rrezik për shpërbërje të Këshillit Komunal nëse merret një vendim i ri. Kjo fyrje dinjitetit tetovar nuk mund të përmirësohet nga gjykatës kushtetuese. Kjo fyrje mund të përmirësohet vetëm me një vendim të ri të Këshillit Komunal të Tetovës, i cili nuk do lejoj që ky sheshi ku gjendemi sonte të quhet edhe të vazhdoj të quhet Marshalltitu. Patjetër që të kthehet emri i vjetër Iliria. Absolutisht nuk është e vërtet, pasi nuk është patjetër që të sillet i njëjti vendim. Ka edhe shumë rrugë tjera në Tetovë që duhet të ndryshohen emrat, kështu që nuk është patjetër që të sillet vendimi siç ka qenë në vitin 2007. Organizatorët e protestës fajsojnë komunën e Tetovës për mosreagim. Nga ana tjetër, ditë më parë nga komuna e Tetovës kanë fajsuar Bashkimin Demokratik për Integrim se i kanë lënë punët në gjysmë, duke akuzuar gjithashtu BDI-n se kanë gisht në vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të Këshillit Komunal të Tetovës në vitin 2007. Nga komuna gjithashtu thonë se janë në proces të riemrimit të rrugëve dhe se së shpejti do të kenë epilog të gjitha rrugët që s'kan emra dhe emrat ekzistues të cilët i shfuqizoi kushtetuesja do të kthehen.